Ajo që unë mendoj është që po, jam me Gjestin. Duhet ta pranoj. Jam me djalin nga Kosova që mund të ishte fare mirë një djalë nga Tirana, por u qëllua, u rrëzua. Ani pse provokoj. Këtu jemi, prandaj jemi njerëz edhe jo frymor, sepse duhet ta përballojmë provokimin. Madje një prej gjërave që nuk më pëlqen fare në fjalorin e të fortëve është ai më provokoi ai. Ai më pa në sy, pse mpeti mua dhe tak vdesti, me njerë nuk jema. Pse po më shikoje ti, pse hape gjapin e makinës dhe ti si e më zhdukesh. Më thënë, kjo është një prej shprehjeve të fortëve. Kjo është prej Jozit, ndjes se Jozi nuk e njoh fare, unë nuk e di kush është Jozi, dhe unë nuk e bëj fare ndarjen Shqipëri-Kosovë. Më thënë, fare, e thash që në krye. Mund të ishte i Kosovës Jozi, dhe mund të reagonte po njësoj. Por fraza më provokove është fraza që më vëllavrasë, më vrasë ndërnesh. Provokohemi nga gruaja e cila është e veshur lehtë dhe e përdhunojmë, provokohemi nga gruaja që ngre zërin dhe e rrajmë, provokohemi nga fëmia që kundërshton dhe e grushtojmë, provokohemi nga vetja dhe çmendemi, provokohemi nga shitsi i thot prit në radhë dhe bërtasim, provokohemi nga njeriu në trafik dhe vemi e sulmojmë, ne provokohemi kollaj, sepse jemi jo sa duhet të qytetëruar. Kështu që problemi është tek vetja, as te Gjesti, as te Jozi. Është tek vetja, tek nevoja që kemi për të qytetëruar, për të mbajtur provokimin dhe për të komunikuar si njerëz.